Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje, shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët në emisionin e sonshëm Drita e së vërtetës. Ju përshëndes unë drejtuesi i programit Avni Lugiqi, që do të jem në shoqëri me ju në këtë transmetim të drejt për mbrëmjen e sonshme. Si çdo të diel, në dritën e së vërtetës jemi me mysafir të ndryshëm, jemi me hoxhallar të veçuar për bashkëbisedim rreth temave të ndryshme të cilat i trajtojmë në edicionet e emisioneve Drita e së vërtetës. Sonte së bashku me mua është hoxha i nderuar Sedat Islami, të cilin e përshëndesim. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Faleminderit që u përgjigjët të ftesë. Faleminderit për ftesën. Ju ruajt. Të dashur dëgjues e shikues radio televizionit Pendimi, duke ditur që jemi në prag të muajit të shenjtë Ramazanit, muajit të bekuar të Ramazanit, elhamdulillah, dashti i madh i Allah që ta presim edhe të jemi përfitues të këtij muaji. Tu i pas parasysh jemi në ditët e fundit, para se të hymë në muajin e bekuar të Ramazanit, kemi menduar së bashku me hoxhën Sedat që sonte të trajtojmë temën si ta presim muajin e bekuar të Ramazanit. Kjo temë do të trajtohet gjatë minutave në vazhdim në një formë bashkëbisedimi me hoxhën tonë të nderuar që e kemi të ftuar sonte në studio. Prandaj do të kemi se çka të rikujtojmë, mbase edhe të mësojmë diçka që nuk kemi ditë, diçka që e kemi harruar ta rikujtojmë, si zakonisht para përgatitet për muajin e Ramazanit gjithmonë janë të rëndësishme dhe janë të mirë së ardhura. Tu i pas parasysh që në muajin që ndodhemi është më e mira e mundshme që të përkujdesemi me agjerim edhe me vepra të tjera, po për këtë e kemi kompetentin këtu, kështu që unë sado që flas vetëm mund të t'ja marr rolin e hoxhës, kështu që nuk po lodhem shumë që ta bëj këtë detyrë, se bëj më së miri. Prandaj e kemi hoxhën për këtë çështje. I dashur Sedat, le ta nisim këtë bashkëbisedim tonin me dëgjuesit ton mbi çështjen bazë si duhet një musliman të filloj përgatitjet ose para përgatitjet para se të hymë në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe njëherë do doja që t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Dhe ta lutem Zotin që t'ju jap suksese në këtë punë të madhe që jeni duke bërë. Sigurisht se ka rëndësinë vet që gjithë nga perspektivat tona, nga mundësitë që kemi, ta përcjellim fjalën e Zotit tek besimtarët tanë. Prandaj mendoj që edhe pse mund të jemi rrallë në kontakt ose të kemi takime të kësaj natyre, besoj se kauza e përbashkët na bën bashkë gjithëve, kudo që të jemi. Sa i përket çështjes që përmendet, sigurisht se ka rëndësi teje të madhe që duke marrë parasysh faktin që Ramazani nuk është muaj sikur çdo muaj tjetër. Është një muaj të cilin Zoti ka veçuar me mirësi të shumta, e ka veçuar për faktin se është muaj i librit të tij, muaj i Kuranit, është muaj i natës së Kadrit, e cila ka një vlerë më të madhe se sa një jetë e një njeriu. Është një muaj i cili në të vërtetë për çdo natë, jo vetëm në natën e Kadrit, për çdo natë vetme të tij ofron mundësi të mëdha për amnisti nga zjarri i xhehenemit. Prandaj duke pasur parasysh këto vlera, por jo vetëm, duke pasur parasysh edhe faktin se ne e vrejmë fatbarësisht edhe në mesin e popullit tonë që Ramazani dallon për atmosferën, qoftë për shkak të vizitave, qoftë për shkak të namazit të teravive, qoftë për arsye të kësaj natyre, atëherë është e rrugës dhe ne si besimtarë jemi të obliguar që paraprakisht të përgatitemi për këtë muaj. Ndoshta besoj se shikuesit dhe dëgjuesit e kanë dëgjuar nga hoxhallarë të tjerë që muaji në cilin jemi për momentin është muaji Shaban, në kuptimin e veprave, konsiderohet një lloj përmbyllje vjetore e veprave. Prandaj për neve besimtarëve, përmbyllja dhe fillimi kanë një rëndësi të veçantë. Pejgamberi alayhis salam kur është pyetur pse ka xheruar në këtë muaj, shpjegimin që e ka dhënë është se
në këtë muaj bëhet ngritja vjetore e veprave, prandaj kam dëshirë që momenti kur vepra ime ngritet tek Zoti, unë t'jem në një gjendje adhurimi. Pra, t'jem në një formë, në një mënyrë që adhurimi im të ketë mundësi pranimi më shumë. Pastaj fillojmë Ramazanin, që është një fillim i mbar, kështu që nëse ne e përmbyllim me adhurim dhe fillojmë me adhurim, atëherë ne e hapim një rrugë, e hapim një mundësi që të kemi sukses në këtë muaj. Por sigurisht se Ramazani, për dallim prej adhurimeve tjera i dashur avnim, nuk është për shembull sikur namazet që ne kryejm për një kohë të shkurtër, ose sikur zekati për shembull që është detyrim material dhe nuk ka ndonjë barë fizike. Agjerimi është për plot 30 ditë. Është një sfidë në vete, e cila kërkon një lloj përgatitje edhe fizike, për faktin se është plot e për plot adhurime. Pra Ramazani nuk është vetëm agjerim, krahas agjerimit ka lutjen, ka leximin e Kur'anit, ka namazin e teravive. Prandaj para përgatitja, para ardhjes së muajit Ramazan, e ka edhe këtë rëndësinë që pra ne të hyjmë në këtë garë, të hyjmë në këtë maraton, duke qenë përgatitur, nga se është plotësisht logjike, është plotësisht normale që nëse një garues, një atlet, një sportist hyn një garë të caktuar i përgatitur fizikisht, gjasat që ai të fitojë janë të mëdha. Ndryshe nga dikush tjetër që nëse hyn një garë i papërgatitur, ndoshta mund ta bëjë një vrapim deri në një distancë caktuar, por pastaj dështon. Dhe ne jo rrallë gjejmë që sham tek një pjesë e besimtarëve, java e parë ose 10 shqiptarë e Ramazanit është për plot energji dhe vullnet. Ndërsa pastaj fillon një lloj zbehje dhe pasojë e kësaj sigurisht se është mos përgatitja edhe fizike para ardhjes së Ramazanit. Prandaj ka rëndësi teje të madhe që ne të mos privohemi nga këto të mirat që përmban Ramazani dhe të mos dështojmë për shkak se kemi shpërfill përgatitjen fizike për Ramazanin. Kuptoj. Gjithsesi përgatitja fizike e njeriut është mjaft e rëndësishme, por një gjë shumë bazike që mbase është ndoshta themeli i gjithë para përgatitjeve për Ramazan, është me pak fjalë pastrimi i njetit ose pastrimi i qëllimit ton për agjerimin. Marr shkas nga shumë raste që dëgjoj dikush thotë ata që e din vlerën edhe rëndësinë e agjerimit e kanë si bazë kryesore qëllimin e afrimit me Zotin, agjerimin e Ramazanit. Dikush tjetër ka ndoshta qëllim dhe niyet tjetër që mund të jetë dieta të ndryshme, aspekti shëndetësor, aspekti jo më ka bo mirë agjerimi e gjëra tjera. Domethënë, ndoshta doja që t'i vënim theks me që jemi në fillime të sqarimit të temës, çështjes së qëllimit, të njetit të agjerimit. Sigurisht se nuk ka dyshim që këto gjërat që juve që përmendët, qoftë dieta në kuptimin e rregullimit të orarit të ushqimit, qoftë në kuptimin e disiplinimit për kohën, për oraret, gjitha këto janë pjesë përbërëse të mirësive të agjerimit. Mirë po, ajo që mbetet si qensore dhe që madje është përmendur edhe në mënyrë tekstuale në Kur'an, ka të bëj pikërisht me aspektin shpirtëror. Zoti ka thënë në Kur'an, o ju që keni besuar, Zoti e bëri obligim agjerimin për ju, siç ka qenë për popujt para jush, la'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm. Fjala takva në këtë ajet kuranor ka për qëllim që ne t'i përmbahemi me saktësi
fesë së Zotit, ta bëjmë atë që Zoti urdhëron, të largohemi prej asaj që Zoti ndalon, pra që ky dedikimi shpirtëror, përkushtimi, tjetë vetëm për Zotin. Qëllimi ynë, edhe nëse supozoj nga se ndonjëherë, ndoshta kur e rregullojmë këtë mënyrën e ushqimit, ndoshta reflektojmë pozitivisht në shëndetin tonë, në kuptimin që mund të fitojmë peshë, jo të humbasim peshë. Pavarësisht gjitha këtyre, qëllimi kryesor është që ne të afrohemi tek Zoti. Dhe kjo mendoj që në Ramazan e ka mundësinë që të manifestohet në formën absolutisht më të mirë të mundshme. Si? Nga se agjerimi për dallim prej veprave tjera mund të manifestohet ose jo pa e vënë re të tjerët. Për shembull, dikush mund të thotë që është agjërueshëm, ndërsa ne nuk e dimë, nga se është një ditë e tërë, ai mund të shkojë në shtëpinë e tij dhe të hajë, të pijë, pastaj të dalë në publik dhe të thotë se është agjërueshëm. Për dallim për shembull prej namazit që nëse nuk shihesh duke u fal, nuk mund të thuash që ndërsa agjërimi kontribuon në ngritjen e nivelit të sinqeritetit në majat e tij. Jo rastësisht agjërimi është përzgjedhur nga vepra tjera. Pikërisht për këtë arsye. Në një hadith Muhamedi alayhi salatu wasalam citon Zotin të ketë thënë, çdo vepër e njeriu është për të, përveç agjerimit, i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. Gjitha veprat ne i bëjmë për Zotin, edhe namazin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe sadakat, por për shkak të kësaj rëndësie që ka agjerimi, sikur është veçuar për të na treguar se agjerimi arrin që sinqeritetin me kultivu në formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj, nëse ne do të përkujdeseshim fillimisht, pra do të kishim një lloj vendosmërie shpirtërore që tani që po vjen Ramazani, ai me të cilin ne do t'i rregullojmë raportet në radhë të parë është Zoti, pra nëse bindim vetëm për këtë nevojë të madhe që e kemi, dhe pastaj nëse shfrytëzojmë Ramazanin që ta ndërtojmë këtë koncept brenda për brenda vetes son, mendoj që është një mundësi e artë. Është një mundësi e artë nga se, si thash, agjerimi e ka këtë funksion. Nëse kryhet në përputhje me rregullat, atëherë robin e ngrit në nivelet të larta, jo vetëm të anës shpirtërore, por edhe të anës morale, edhe të anës së etikës e kështu me radhë. Kuptoj. Mirë, një aspekt tjetër goxha i rëndësishëm është që mbase ju si hoxhallar mund ta pikasni më së shumti tek xhamati ose tek njerëzit të agjeruesit në këtë rast, gabimet që mund t'i bëjmë gjatë muajit të Ramazanit. Ndoshta gjëra që edhe mund të bëjmë pa qëllim, në mungesë të njohurive ose diçka e tillë, mirëpo në raste të ndryshme ne mund të bëjmë lëshime të paqëllimshme ose ndoshta edhe të pavetëdijshme, e cilat janë ato që ne mund t'i vëmë në pah, që mund t'i hasim më së shpeshti, që thjesht për t'i dëgju edhe që të përpiqemi që të paktën këtë Ramazan të mos i përsërisim. E qartë. Sigurisht se Ramazani ose agjerimi manifestohet duke e lënë ushqimin dhe pijen, por këto nuk janë qëllimet e Ramazanit. Nëse ne nuk kam edhe nuk pim, nuk nënkupton se ne kemi shtuar pasurinë e Zotit. Sikur që nuk nënkupton se kemi paksuar atë, nëse të gjithë do ta prishnim agjerimin. Qëllimi i agjerimit nuk është që ne ta të kurrim se adhurim, vetëm brenda këtyre kuptimeve të ngushta, pra vetëm të mos ham, të mos pim, edhe pastaj të jemi të njëjtit që kemi qenë edhe më parë. Uria që vjen si pasojë e braktisjes së qëllimshme të ushqimit, pra ne nuk jemi të detyruar nga askush, ne braktisim këtë me vullnet të plot, e braktisim me vetdije. Uria shërben për vetdisim, shërben për pjekuri më të madhe, shërben për ngritje të vetdijes son, nga se
ne kemi një qëllim, kemi një synim, kemi një cak ku dëshirojmë të arrim. E ai është Allahu dhe kënaqësia e tij. Prandaj zbritja e nivelit të agjerimit në vetëm braktisje të ushqimit dhe të pijes nën kupton në një farë forme që ne të mbesim tërësisht pa shpërblimin e agjerimit. Në mënyrë tekstuale, profeti Muhammed alayhis salam ka thënë ka ndonjë prej agjeruesve që nga agjerimi i tij përfiton vetëm urinë dhe etjen. Pra ata që nuk janë mishëruar me vlerat e agjerimit, ata që nuk janë edukuar me mësimet e agjerimit, ata që nuk e kanë ndërtuar veten, sjelljet e tyre me mësimet e agjerimit, ata në fakt nuk kanë përfituar nga agjerimi i tyre. Pra, më saktësisht, për shembull, nëse ne gjejmë një njerëz i cili pavarësisht agjerimit shan, fyen, ofendon, një njerëz që provokon edhe fizikisht të tjerët, atëherë ne mund të themi se ky njerëz ka gabuar shumë sa i përket konceptit të agjerimit, nga se feja na ka mësuar që kur ne të agjerojmë, duhet të braktisim sharjen, fjalët e pista, bërtimat, pra jo detyrimisht me qenë fjalë të këqija, por edhe ndonjëherë zemrimi ose arrogancë ose pra gjërat kësaj natyre ne duhet t'i braktisim a priori. Po kështu, në qoftë se dikush na provokon. Muhamedi alayhis salam ka thënë kur dikush prej jush është agjerueshëm dhe dikush tjetër e provokon, le t'i thotë unë jam agjerueshëm. Arsyeja pse unë nuk po e kthej të keqen tënde me të keqen është sepse jam agjerueshëm. Pra jo se unë e kam braktisur nga se ne e vrejmë që ndonjëherë braktisja e ushqimit dhe pijes njerëz t'i bën edhe më arrogant. Jo, unë jam i përmbajtur nga se jam agjerueshëm. Pra jam mishëruar me vlerat e agjerimit. Muhamedi alayhis salam më ka thënë që ne të mos bëhemi arrogant dhe ne nuk bëhemi arrogant. Na ka thënë që provokimin fizik të mos e kthejmë me provokim fizik, prandaj edhe të përgjigjemi kësaj. Jam agjerueshëm jo për tjetër shka. Prandaj konsideroj që vazhdimi me avazin e vjetër. Avni, nëse vrejmë, agjerimi është 30 ditë. Dhe sigurisht se këto 30 ditë në kuptimin e edukimit e kanë rëndësinë e tyre të jashtëzakonshme. Pra ne hyjmë në një shkollë në cilën trajnohemi për plot një muaj të tërë. Dhe sigurisht se për gjatë këtij muaji jemi të gjithë njerëz dhe të gjithë kemi gabimet dhe lëshimet tona. Prandaj për gjatë këtij muaji ne arrim që ato stacionet e gabimeve tona të ndalemi në to dhe ta rishikojmë veten dhe ta përmirësojmë. Ndryshe, nëse dalim prej Ramazanit, siç kemi hyrë, prandaj ka dhe një si them, po dua të përzjedh një shprehje të lehtë dhe jo të rëndë. Muhamedi alayhis salam ka thënë e ka nënvlerësuar veten e tij dhe ka përbuzur, ka nënçmuar ai njeri që del prej Ramazanit, ndërsa nuk janë falur mëkatet. Pra nëse gjatë këtij muaji ke pas para vetes gjitha këto mundësi jo vetëm për t'i falur mëkatet, por për ta ndrruar sjelljen, edukatën, dhe nuk e ke bërë, dhe në fund ke dal i njëjti që ke qenë para se me ardhur Ramazani, atëherë ti nuk ke përfituar asgjë prej tij. E kuptueshme. Mirë, kur jemi tek përfitimet, tek çështjet që kanë të bëjnë kryesisht me atë çka ne e kemi si synim, domethënë agjerimin e Ramazanit në rrjedhimisht që t'i marrim edhe përfitimet qoftë në sevape, qoftë në atë çka na ka premtuar i Madhi Allah për agjeruesin, do doja të ndalesha në një këndvështrim tuaj dhe në një sqarim tuaj mbi këtë fushë që ta japim si formë të shpjegimit se si një besimtar të merr sa më shumë përfitime prej këtij Ramazani, se si një besimtar të del, si më thon, me atë konton e llogarisë së tij
me njesh dhe shumë ma shumë zero se sa që duhet, po e marrë në shprehje numerike në aspektin e fitimit të sevapeve. Qysh në fillim të këtij takimi përmendet që Ramazani, pavarësisht që e ka natën e Kadrit si shpërblimi premi, pra si shpërblimi kryesor. Secila natë e tij ka të mirat të jashtëzakonshme. Në mënyrë tekstuale ka në hadith walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kull layla. Në secilën natë të Ramazanit, Allahu liron njerëz nga zjarri. Pra që nga nata e parë kur hyn Ramazani e deri në natën e fundit, secili prej nesh e ka listën e hapur, ka mundësi që emrin e tij ta shlyej nga lista e atyre që do të jenë në zjarrin e xhehenemit. Ramazani sikur natën, sikur ditën e ka të begatshme. Janë përplot mirësi. Ramazani nuk ka vetëm një adhurim. Agjerimi është veçori e Ramazanit, i cili ka shpërblim teje të madh. Zoti ka përmendur në Kur'an, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Agjeruesit, ata që durojnë, që në këtë rast ka ardhur si synohet me të agjeruesi, do të kenë shpërblim të pakufishëm. Muhamedi alayhi salatu ka thënë alejke bis-sawm fe innehu la idla la. Agjero sepse nuk ka vepër të ngjashme me agjerimin. Pra në kuptimin e shpërblimit. Ne përmendëm edhe më parë që Zoti ka thënë në hadith kutsi, secila vepër e njeriu është për të. Illa as-sawm fe innehu li wa ana ajzibe. Përveç agjerimit, i cili përket mua kam veçuar dhe unë shpërblej për të. Dhe sigurisht se duke marrë parasysh mundësitë që ka i madhe Allah, pasurinë që ka i madhe Allah, atëherë edhe shpërblimi prej tij është grandioz, është i madh, është i pakrahasueshëm, madje ju përmendet me shifra, është pashifror. Pra është atë sa Zoti don dhe atë sa ai ka mundësi, mundësitë e tija janë të pafundme, të paskajshme. Për shembull, agjerimi, Ramazani e ka mundësinë e leximit të Kur'anit. Shpërblimi për një vepër vlerësohet në shumë fish. Ramazani ka lutjen, që është e veçantë lutja e agjeruesit. Pra këto janë mundësi të përnatshme. Janë mundësi të vazhdueshme qysh nga fillimi i Ramazanit e deri në fund të tij. Prandaj ajo që kërkohet prej nesh është të bëjnë një lloj programi për veten tonë, në mënyrë që nëse duan të përfitojnë për këtyre mirësive, atëherë në një farë forme disa prej atyre angazhimeve që i bëjnë gjatë tërë vitit. Është mirë që në këtë muaj t'i largojmë paksa, në mënyrë që t'i lëmë hapësirë adhurimeve, t'i lëmë hapësirë ibadeteve, t'i lëmë hapësirë të mos rajtu të përmend edhe vizitat e ndërsjella, për shembull shtrimi i iftarit për jo vetëm për të varfrit, edhe për të afërmit, edhe për miqt, edhe për dashamirët, nga se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë ai që e ushqen një agjërues. E ka edhe shpërblimin e tij, edhe pse këtij të fundit nuk i paksohet asgjë nga shpërblimi i tij. Pra, ta shfrytëzojmë Ramazanin në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë prej tij. Por kuptohet që duke i reduktuar disa prej punëve të mundshme, që mund t'i reduktojmë dhe t'i shtyjmë për më vonë, pra për periudhën pas Ramazanit. E qartë, një hapësirë e veçantë i jepet përgatitjes fizike në kuptimin e parapregaditjeve të një dite të një besimtari, në qoftë në ushqimin për syfyr, qoftë në pushimet, pauzat gjatë ditës, qoftë në iftarin po them produktiv për organizmin e njeriut, në mënyrë që njeriu në trupin e tij ta ketë energjinë për ta vazhduar pa ndonjë pengesë që rrjedhimisht mos bëhet shkak ushqimi, uji, gjërat e tjera, që ne t'i themi vetes po jam lodh,
Edhe kur ti thu vetes jam lodh, atëherë i ndalon vetëm prej namazeve, ndoshta zot runa, ndalon prej leximit të Kuranit, prej veprave të mira, prej gjërave të tjera. Domethënë, kishit mundur që ta bënim pak a shumë një farë lloj plani për agjëruesin që energjitë e tija fizike të mos jenë shkak, të mos jenë shkak për të ankuar, me pak fjalë. Natyrisht që agjërimi ka këtë efektin e balancimit të aspektit shpirtëror, por edhe të atij fizik. Ngrënia e iftarit dhe ngrënia e syfyrit e kanë rëndësinë e tyre jo vetëm në kuptimin fetar, por edhe kuptimin fizik. Madje syfyri është një prej këtyre veçorive të ummetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pra është diçka me të cilën Zoti na ka dalluar neve prej popujve që kanë jetuar para nesh. Dhe rëndësia e tij është pikërisht që ne të përgatitemi për ditën vijuese. Jo më kot është mbase rasti vetëm kur lejohet që ne të ham buk ndoshta edhe më shumë se sa që ndjejmë uri për momentin, për faktin se përpara kemi një ditë me detyra të caktuara, me obligime të caktuara. Unë nuk do doja që të më keq kuptojnë shikuesit kur thash se është mirë që t'i dedikohemi vetëm anës shpirtërore. Në Ramazan shumë prej nesh kanë edhe detyra që nuk kanë bëjmë vetëm me veten e tyre personale, detyra shoqërore, mjek, polic, ushtarë, profesorë, pra detyrat që kërkojnë angazhim edhe në publik. Prandaj angazhimi i tyre me këtë njëtin e pastër që e kanë duke agjëruar, ndoshta këtë mungesën e disa prej adhurimeve e kompenzon. E kompenzon nga se këta njerëz janë angazhuar, janë shërbim për shoqërinë. Dhe sa herë që janë në shërbime të këtilla, ata kanë edhe shpërblim. Prandaj është shumë e nevojshme që syfyrit t'i kushtohet rëndësi edhe për lutjet, për adhurimet. O bil ashari hum yastaghfirun, për shembull në Kur'an përmendet që në kohën e syfyrit është momenti kërkim faljes, është momenti lutjes, është moment kur ne i përgjerohemi Allahut xhallahu ala, që Allahut na fal gabimet, dhe pastaj të ham në mënyrë që të përgatitemi pra për ditën që na pret, që të mos kemi dobësi fizike, e pastaj këtë t'ja faturojmë agjërimit. E kuptueshme. Mirë, në përgjithësi nëse do të ndaleshim, është edhe ana e veprave që duhet një përkushtim shumë i veçantë, veprave të cilat njeriu e bëjnë të jetë më afër me të madhin Allah. A mund që ndoshta njeriu t'i qet vetvetes pikë synim. Për shembull, u zgjova në mëngjes, ngrona syfyrin, fala namazin e sabahut, nisa ditën me dhikr, po vazhdoj në punë, po kthehem prej punës, po ja caktoj një orar vetes për lexim të Kuranit, po ja caktoj vetes për gjithmonë duke mos i anashkalu namazet, obligimet që janë qoftë në Ramazan, qoftë jashtë Ramazanit. A do të ishte më produktiv njeriu nëse futet me plan program të qartë në të cilin i qet pikat për vetveten. Jashtë këtyre kornizave. Unë që pikrisht në këtë fakt fshihet edhe sekreti i suksesit në Ramazan. Ne si besimtar jemi më të thirrur se kushdo tjetër që të bëjmë plane dhe planifikime për adhurimet tona. Nëse këtë do t'ja linim rastësisë, pra do të bëj atë që mundem, do të bëj atë që më vjen dorësh, do të bëj veprën që më vjen më lehtë ose kështu ose ashtu, ndoshta do të fitonim sevape, por jo sikur në rastin kur ne bëjmë një planifikim të mirëfillt. Për shembull, ata që dëshirojnë, mendoj që në planifikim përveç kësaj, ka dhe një detaj tjetër që është shumë e rëndësishme. E ai ka të bëjë me lehtësimin e kryerjes këtyre punëve. Për shembull, nëse ne dëshirojmë që ta mbarojmë tër Kur'anin, leximin e tër Kur'anit gjatë Ramazanit.
Mënyra më e mirë do të ishte që ne të bëjmë një planifikim. Për shembull, pas çdo namazi, nëse ne lexojmë nga 4 faqe Kur'an, brenda kësaj periudhe, pra brenda një dite, e mbarojmë një xhuz të tërë. Dhe llogaritini kjo do të na merrte shumë pak kohë. Pra diçka që ne do ta shpërblejmë të jashtëzakonshëm, cilën do ta fitonim me një lehtësi të madhe. Po kështu edhe për çështje tjera që mendoj se kanë nevojë në mënyrë që ne të mos e humbasim kohën me disa punë teknike. Ramazani normal e ka iftarin dhe syfyrin, por do të ishte gabim sikur koha jonë vitale, pjesa vitale e kohës të shkonte në kuzhinë, në përgatitjen e ushqimit. Nga se do të na merrte kohë, nëse ftojmë miq mysafir, është shumë e rrugës që gjatë kësaj kohe ta kemi në jetën atë për të cilën ne folëm më parë që ta fitojmë shpërblimin, por që ta shfrytëzojmë këtë periudhë për shembull për dhikr, vlera një tesbihu që kanë përmendur disa prej brezave të parë, ka vlerën ndoshta e 1000 tesbihve jashtë Ramazanit. Pra nëse thua një herë subhanallah, është sa thuash 1000 herë jashtë Ramazanit. Pra ta bëjmë këtë planifikim në mënyrë që ne ta shfrytëzojmë kohën. Ti bëjmë disa planifikime, për shembull që disa prej punëve të cilat na lypin, na kërkojnë edhe kohë, për shembull disa prej vizitave. Ndoshta mund të kem një të afërm në një qytet tjetër, dua ta ftoj, dua ta vizitoj, dhe sigurisht se shkuarja dhe ardhja do të merrte kohë të madhe. Është mirë që këto t'i bëjmë në 20 ditët e para të Ramazanit. Pra ti planifikojmë vizitat, edhe ftesat për mysafir, por edhe përgjigjen e ftesa, ta bëjmë në këtë 20 ditëshin e parë në mënyrë që pastaj në 10 ditëshin e fundit ku ne e dim që është nata e Kadrit, ti përkushtohemi kërkimit të kësaj nate. Pra nëse ne bëjmë një planifikim, atëherë besoj që fitojmë të mira të shumta. E kuptoj. Mirë, një prej fakteve të rëndësishme për një agjerim më emotiv, më energjik brenda aty ku jetojmë është familja. Edhe si do të ishte një balancim i agjerimit të Ramazanit mes familjes, fëmijëve, prindërve, domethënë gjithë rrethi që na shoqëron. Ti, si më thon, ti bashkëndjejmë, po them hallet e njëri tjetrit, sepse dim që mbase mund të kemi familje që mund të kemi personat jo me shëndet të qëndrueshëm. Në raste të tjera mund të ketë fëmijë të moshës së vogël, shumë të vogël, që ndoshta agjerimi mund t'i shkaktoj ngecje të tij, qoftë flas për fëmijë tepër të vegjël. Domethënë thjesht një organizim brenda familjes për një agjerim, për një Ramazan të mirë. Si dini, Ramazani dhe jo vetëm nuk detyrohen për ata që nuk kanë mundësi. Ne kemi një kategori të njerëzve të cilët janë të liruar nga feja pikërisht për shkak të pamundësisë të tyre për të agjeruar. Kemi një kategori tjetër që për shkak të moshës nuk janë të obliguar që të agjerojnë, fëmijët në këtë rast. Mirë po, përderisa ka justifikime të pranueshme, të arsyeshme, atëherë e mira e madhe është që të na bashkoj atmosfera e Ramazanit. Këta që ju veç i përmendet që mund të jenë për arsye të ndryshme, pra mund të mos agjerojnë, ose do të ishte gabimi më i madh që ne të mos i kemi pranë vetes. Për arsye se ajo atmosfera që krijohet në Ramazan, momentet e lutjeve, momentet e ngrënies së iftarit bashkërisht, momentet e faljes së namazit, momentet madje faljes së teravive, momentet e syfyrit, janë të atilla të cilat na bëjnë bashkë dhe
na mësojnë që të krijojmë edhe një lidhje më të fuqishme. Veç mas në rastet kur agjerimi nuk bëhet për arsye të ligjshme, pra sikur në rastin e të moshuarve që ose atyre të sëmurëve që janë të lejuar me fe nga agjerimi, këta nuk agjerojnë, mi po gjitha dhurimet tjera e kryejnë. Mundësinë e fitimit të shpërblimeve nga leximi i Kuranit, nga lutjet, nga falja e namazit, gjithsesi se kanë. Mirë po tek fëmijët doja që të përmend se Ramazani ka dhe aspektin kulturor. Ramazani ka dhe këtë aspektit cili ndoshta tani viteve të fundit paksa është zbehur, mirë po është gabim i madh që të bëhet kjo. Ato momentet për shembull kur e ndëgjojnë ezanin në xhami ose i shohin kandilat ose për shembull është ëndër e tyre që të zgjohen në syfër. Sigurisht se për ta nënkupton shumë, prandaj mendoj që prindërit nuk duhet t'i privojnë nga kjo. Duhet t'i zgjojnë që ta përjetojnë madhështinë e Islamit. Një fëmijë i cili do të zgjohet tani në syfër, nuk do të harrojë të zgjohet më vonë kur do t'i bëhet obligim agjerimi. Prandaj mendoj që ka rëndësi të madhe, po kështu ka rëndësi që ne i dashur ne thejmë disa barjera që i kemi krijuar nga ignoranca, nga arroganca. Për shembull, është traditë sikur iftarin duhet ta përgatitet vetëm gruaja. Por ti e mërzitni që po i thret mysafirët, e përse nuk e ndihmon gruan tënde në kuzhinë? Kur e ka bërë dikush që ka qenë më i mirë sa unë dhe ti? E ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam? Kush jemi ne që të mos e bëjmë këtë? Prandaj mendoj që në Ramazan ky aspekti dhe mshurisë duhet që të na shërbejë që të lidhemi edhe brenda familjes, veç mas bashkëshortët ndërmjet vete, ta ndihmojnë njëri tjetrin në mënyrë që lidhjet të jenë më të fuqishme. E kuptoj. Mirë, një rol dhe një rëndësi tjetër goxha e veçantë dhe e rëndësishme është solidariteti dhe bamirësia gjatë muajit të Ramazanit. Do duhet që ta shtojmë solidaritetin gjithmonë brenda mundësive, bamirësinë brenda mundësive. Do doja që ta vënim theksin pak në këtë pikë në shtrim. Sigurisht se ju e dini që ne si besimtarë kemi detyra kashi të tjerëve. Përveç atyre detyrave morale, kemi edhe detyrime materiale, dhënia e zakatit, dhënia e lëmoshave, janë prej atyre detyrimeve që feja i kërkon prej nesh, për shkak se ne duhet kujdesim edhe për pjesën e shoqërisë. Ato të mirat që ne posedojmë janë të mirat që na i ka dhënë Zoti. Prandaj Zoti ka kërkuar prej nesh që ne t'ju japim atyre nga pasuria që Zoti na ka dhënë neve. Ka qenë praktik e brezave të parë që zakatin ta japim para muajit Ramazan, në muajin Shaban tani që ne jemi, në mënyrë që besimtarët që janë në hall, në nevojë, të mos e kenë dertin se si do ta sigurojnë ushqimin e tyre, mirë po ta kenë të sigurt këtë pjesë dhe edhe ata të kenë mundësinë që t'i përkushtohen adhurimeve. Sigurisht se sadakaja në këtë muaj ka vlerë të veçantë. Ne përmendëm hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam që ai që i jep një agjëruesi ushqim e ka dhe shpërblimin e tij. Kjo është e përgjithshme, pra edhe për nevojtarin edhe për mikun, mirë po në rastet kur ne kemi një nevojtar, atëherë mendoj se shpërblimi do të jetë dyfisht. Do të jetë që ne do t'ja mbyllim një nevojë, pra do t'ja plotësojmë një hall, një nevojë, një kërkesë që ka, dhe do ta fitojnë shpërblimin e agjerimit. Përveç kësaj, e dini që në Ramazan ne kemi edhe një pjesë të detyrueshme të sadakas, që është sadakaja e fitrit. Pra sadakaja e cila jepet në fund të Ramazanit, që nëse gjatë të Ramazanit kemi qenë bashkë, nëse gjatë të Ramazanit kemi
kemi adhuruar Allahun së bashku, kemi rrugtuar së bashku, tani edhe në gëzim nuk duhet të ndahemi. Pra jepet edhe sadakaja e fitrit, e cila është ndihmë materiale për të varfrit, në mënyrë që ashtu siç i kanë gëzuar Ramazanin, ta gëzojnë edhe festën. Po. Mirë, një rol i rëndësishëm, një rol i veçantë është edhe namazi i teravive. Domethënë një obligim, mos të më kesh kuptoj, nuk është farz që po e them obligim. Ashtu nuk është obligim. Obligim i besimtarit që ta... Një praktik. Po, ose një praktik, mirë bëre, domethënë ma gjetë shprehjen adekuate, se po mendohesha për ta specifiku si shprehje. Një praktike e besimtarve në Ramazan, namazi teravive, falja e tij, edhe kjo një rikujtim i mirë, edhe një këndvështrim i juaj mbi namazin e teravive që të muajit Ramazan. Sigurisht se namazi teravive është prej këtyre namazeve fakultative të vetme që falen kolektivisht në xhami. Ne kemi edhe namazet tjera të cilat i falim në mënyrë individuale. E kemi për çdo natë namazin e natës, cilin e falim në shtëpi si individ. Ndërsa në Ramazan e falim këtë namazin e natës, e falim bashkarisht me të tjerët, dhe kjo është një prej atyre, si them, motove, sloganeve të islamit. Ka rëndësinë e jashtëzakonshme për faktin se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, kush falet në Ramazan, duke besuar Allahun dhe duke llogaritur shpërblimin në botën tjetër, ai njeri do të jenë falur mëkatet e mëparshme. Po kështu ka thënë kush falet me imamin, derisa imami ta përfundon, ai do të ketë këtë shpërblim. Pra, nëse ne shkojmë në xhami, do të kemi rastin që nga hoxha ta dëgjojmë një këshill, e pastaj bashkarisht me të edhe ta falim namazin, pra do të përfitojmë shumë dhe do të falim mëkatet. 10 ditë që i fundit i muajit Ramazanit, ju e specifikuat që më shumë në një farë mënyrë, po jo parafrazim të saktë, po t'ja lëm vetvetes 10 ditëshin e fundit. Vlera e 10 ditëshit edhe rëndësia ose me çka duhet ta privilegjojmë, po them, 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazan, 10 ditëshin e fundit. Kjo pjesë e fundit të Ramazanit është pjesa që e fsheh shpërblimin kryesor, natën e Kadrit. Allah Azza wa Jall edhe në Kur'an, edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam në hadithe kanë folur për vlerën e madhe të kësaj nate. Ajo që do doja shikuesit ta kenë parasysh, është se ne ende nuk kemi hyrë në Ramazan dhe mbase dikujt mund t'i duket që trajtimi i kësaj pjese është sikur larg, pra sikur ndërsa nuk është kështu. Nuk është kështu nga se ka qenë praktike Muhamedit alayhi salatu wasallam zotëravni, që pikrisht me rastin e ardhes së Ramazanit, në fillim të Ramazanit, t'ju merr myshde besimtarëve dhe t'ju përkujtoj këtë pjesën e tretë. Duke i thënë walillahi fihi lejle, hiya khairun min alfi shahr. Men hurima khairaha faqad hurim. Vineri, në këtë muaj të Ramazanit, Allahu e ka një natë, e cila ka vlerën sa 1000 muaj. Ai që është privuar prej kësaj nate, ai vërtet është i privuar. Pra qysh në fillim, ende pa e filluar agjërimin, ju ka kujtuar këtë natë, këtë mundësi, këtë 10 ditëshin e fundit, në mënyrë që nëse dikush për ndonjë arsye, për ndonjë angazhim, mund të mos e ketë shfrytzuar sa duhet Ramazanin në këto 2 pjesët e para, në këtë 20 ditëshin e parë, atëherë në pjesën e fundit duhet që ta jep maksimumin e tij, duke u ndar veç mas nga rrjetet sociale, do doja që t'i bëj thirrje shikuesve dhe dëgjuesve tanë që aman këtë pjesën e fundit të Ramazanit largohuni prej rrjeteve sociale, mos e qeni kohën kot me gjëra që nuk kanë ndonjë vlerë. Mundohuni që secila frymëmarrje, nuk po them minutë, secila frymëmarrje
tjetë një mundësi për të përfituar diçka prej Allahu te bareke ve teala. Po dua që ndoshta jo të kaloj në atë aspektin emocional, po t'ju kujtoj s'pari vetës sime, pastaj të gjithë vëllezërve dhe motrave, çka nëse ky do t'jetë Ramazani i fundit? Çka nëse kjo do t'jetë nata, shansi jon për natën e fundit të kadrit që mund ta kemi në jetën tonë? Çka nëse Allahu te bareke ve teala do të na ringjall dhe do thotë ke pas mundësinë që natën e kadrit e ke pasur para vetes, nuk e ke shfrytzuar, e ke pasur mundësinë që të shlyesh gjunat dhe nuk e ke bërë. Prandaj të kujtojmë nga se nata e kadrit, një prej atyre kuptimeve të saj është që në këtë natë bëhet përcaktimi vjetor edhe i jetëve dhe vdekjeve. Në natën e kadrit bëhet ky përcaktim vjetor. Prandaj nëse nuk do ta kemi mundësinë që vitin tjetër ta arrijmë natën e kadrit, të paktën këtë vit ta shfrytëzojmë në maksimum në mënyrë që ta arrijmë dhe të përfitojmë prej saj. Po. Mirë, nëse edhe ju do të pajtoheshit, ne do ta bënim një pauzë të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë me pyetjet e dëgjuesve tanë, që do të na arrijnë me shkrim në rubrikën tonë dërgo mesazh dhe në numrin e telefonit. Allahu shpërblet për këtë pjesë parë. Zoti i rrit. Dhe shumë kënaqësi që e shtjelluam në këtë formë këtë temë. Zoti i rrit. Amin. Shikues të nderuar, të dashur dëgjues dhe të nderuar miq të radio televizionit Pendimi, në dritën e së vërtetës jemi drejt për së drejti. Do ta bëjmë një shkëputje fare të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë me theksin e veçantë të pyetjeve që arrin nga ana juaj.